Po mundet më me synim blokimi, përforcimi blokimit, ose e kjo unë e konsideroj që është kundër interesit Kosovës. Shikoni, është një farë rreshtimi anti. Unë i thash po ta them një diçka me shako kushtrim që i thash pse u nxita 50 kraku. Në diskutim që kishim me kolegën parti, edhe unë e vrej në PDK ka një, se unë jam i ri, po du ta shpjegoj perspektiven tem. Në PDK sa herë diskutohet, gjithmonë është fryma, a i bjen keq Kosovës, a i bjen mirë Kosovës, që të bojna mirë Kosovë mirë. Edhe më bona me shako, thash njere, a veç na du të mu kujdes për Kosovën, e thash me shako. A një sot keni njës, që keni marrë pjesë të akene, keni njës. Na kemi një, po unë jem krenar që takoj kësoj partije dhe kësoj mendësie. Por do të me zbërthy me shakon. Do të thënë, në PDK ekziston kjo vedije mos më usjell kështu. Si mundesh me i thonë njerit që thret me dialogu, mas dite me dalë me i thonë, zoti Graku, jo votu si aj. S'ke nevojme, ta zhvillëm në votë normal. Na votojmë si parti e pavarur, votojmë. Dhe kemi votë... Produkti është zhvillimi komunikimit. Po, më vjen mirë. Më pëlqeu kjo. Mirë që pas me arrit të dakordojmë diçka. Tjetër, Abdegjiku është vazhdo të merr pjesë ose jo? Abdegjiku, unë nuk jam ai që do të tregua dosh me marr pjesë Abdegjiku. Po, ka shumë deklarata të... Unë mund të them diçka, votues njerëzve të PDK-s duhet t'ju them diçka. Njerëzve të PDK-s duhet t'ju them diçka. Partia Demokratike e Kosovës nuk e nënshtron askush. Jo, s'ka synim nuk e nënshtron askush. Lidership Partisë Demokratike e Kosovës nuk e nënshtron askush. PDK-ja nuk e tradhton kurrë asnjë interes të Kosovës. Nuk bën diçka që nuk është interesi i Kosovës. Okej. Do ju pyes edhe për PDK-n edhe për Guxon edhe vetëvendosjen kemi shumë pyetje më tutje. Tani për ta zhbllokuar këtë situatë, unë isha disa ditë më parë këtu në këtë studio me zotin Enver Hasani, kryetarin e gjykatës kushtetuese. Ai si profesionist i fushës edhe si i thirrur në këtë fushë, në këtë drejtim, në drejtimin kushtetues, tha se duhet që deputetët e Kuvendit të Kosovës të gjejnë një zgjidhje edhe të marrë një iniciativë që të drejtohen gjykatës kushtetuese për ta zhbllokuar këtë situatë. Për çështjen e timingut e kam fjalën për zgjedhjen e kryekumitarit. Kjo mund ndodh me 10 deputet të cilët do t'i adresohesh, thotë nuk është punë e presidentes. A e keni menduar ju t'i drejtoheni gjykatës kushtetuese zoti Gruda për ta zhbllokuar këtë situatë? Në këtë moment ne nuk kemi një vendim siç e tha